Ditët e nderuar shikues, miq, shokë dhe bashkëpunëtorë të kompanisë Bilion GNG Group, sot në vit pyetje shumë të madhe të cilën e bajnë sot shumë klient blesh dhe shit në Republikën e Shqipërisë. Së pari, duhet t'u garantoj që mos ndëgjoni nga asnjë analist ku thotë se çmimet do bien, sepse çmimet në Republikën e Shqipërisë në këtë situatë kërkesë oferte, me këtë krah pune, me këtë sigurime, me këtë taksa, me këtë labor supply të janë pra materialet e ndërtimit dhe puna e krahut sot që është shkuar 3 fish dhe materialet e ndërtimit 3 fish dhe taksat pothuajse 3 fish, neve nuk kemi se si të kemi ulje çmimesh dhe një ndër problemet kryesore të cilat akoma një pjesë e investitorëve në Republikën e Shqipërisë, të cilët janë investitorë të shtëpive dyta dhe treta, nuk e kuptojnë sepse akoma nuk është konsoliduar zonat të cilat janë zona preferenciale, zona jo preferenciale, zona pak në zona nërurbane dhe zona urbane, të cilat nën kuptojmë. Vërtet neve mund të kemi një ndërtim shumë luksoz në zona nërurbane, të cilat janë larg nga qendra e Tiranës, por një ndër problemet kryesore është sepse në qoftë se ju mendoni që të investoni për bukën, do të thotë se është diçka larg në lidhje me asimilimin, në lidhje me income dhe në lidhje me garancinë për pasur një income të parave, pra nga ky apartament apo vila apo investim të cilën bani. Pra, të jeni të kujdesshëm ku hedhni parat, por më kryesor është sepse duhet të hequr ideja dhe nuk duhet të flasin njerëz të cilët e quajnë veten ekspert në fushën e real estate-it, ku nuk njohin mirë studimin e marketit të real estate-it, nuk njohin mirë situatat e kërkesë ofertës në Shqipëri, nuk njohin mirë kreditimet, nuk njohin mirë aq sa sot janë një pjesë e madhe e të huajve ku po investojnë në Shqipëri, ku është një numër shumë i madh, dhe unë do thosha që për të qenë në koherencë me investimet e juaja, bani këto studime të zonës, ndërtimit, kompleksit, të cilën llogarisni juve që do përmbush disa standarde, të cilat koha po i kërkon dhe të huajt po i kërkojnë kur vinë në Shqipëri. Një problemi tretë që është shumë për të sqaruar sot është kërkesa për shtëpitë e para të cilat po kërkojnë të blejnë individ dhe çifte. Është kjo kredia butë e cila ju keni ndëgjuar, besoj dhe është diçka goxha komfort për çiftet, por mos harroni sepse në paratë të cilën marrin në kredinë e butë 60-70 milion lekë të vjetra, nuk është e mundur të bëjnë blere në qoftë se nuk ka një shtesë kredi tjetër, apo një shtesë të parave të kursyera, apo një shtesë të remitancave të ardhur nga jashtë, apo një diçka, nuk mundet dot që ky të blej shtëpi vetëm thjesht me atë kredinë e butë që ka. Pra duhet të jeni të përgatitur dhe para përgatitur në qoftë se ju vini pranë kompanisë Bilion GNG Group për të bërë një blerje ku kemi shumë raste të cilat neve kur themi ngelen pak të zgënjur, nuk mundet që të blejnë apartament 2+70 milion lekë të vjetra. Siç e dini, çmimet sot janë metri më i lirë që është sot është në zonën e Kamzës, ku është 820 euro, 850 euro metrin katror. Dhe duke ardhur, duke shtrënguar dhe duke ardhur, duke u shtrajtuar dhe duke ardhur duke pas ma kërkesa, oferta të cilat sot vjen edhe po rrisin çmimet. Asnjëherë mos mendoni se ka ulje çmimesh në këtë kohë. Ju përshëndes në videon e radhës. Ju përshëndes.